Kreu i SPAK Altin Dumani tha se betejë kundër krimit të organizuar mbetet një sfidë madhore për institucionet e drejtësisë në vend, ndaj sipas tij struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u krijua për të goditur fenomenet që dëmtojnë shtetin. Prokuria e posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, që të dyja së bashku njihen si struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, apo SPAK, u krijuan pikërisht për të goditur këto dy fenomene që lëndojnë një shtet, e pengojnë shtetin të ecë para dhe e stepin shpresën për një të ardhme më të mirë. SPAK ishte një ndër produktet e reformës së drejtësisë dhe në këto vite të punës së tij ka treguar se është i aftë të ushtrojë ndjekjen penale ndaj çdo subjekti, pavarësisht fuqisë politike, ekonomike apo lidhjeve që mund të ketë në botën e krimit dhe këtu kryesisht në botën e krimit të organizuar. Përpara studentëve të Universitetit të Durrësit, kreu i SPAK kërkoi bashkëpunim ndërinstitucional për ndërtimin e një sistemi drejtësie të paanshëm dhe efektiv. Besimi dhe drejtësia janë dy elementë të rëndësishëm, të cilët përbëjnë thelbin e çdo marrëdhënie. Pa drejtësi nuk mund të ketë paqe dhe pa llogaridhënie nuk mund të ketë demokraci të shëndetshme. Ndjejmë përgjegjësi të veçantë për besimin që shoqëria shqiptare ka ndaj SPAK, por jemi të vetëdijshëm nga ana tjetër se ka shumë sfida ende për të çrrënjosur korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe krimin organizuar. Përpjekjet për ndërtimin e një sistemi drejtësie të paanshëm, efikas dhe të pavarur nuk mund të jenë të njëanshme. Ata kërkojnë angazhimin dhe bashkëpunimin e të gjithë halkave e institucioneve të zbatimit të ligjit. Deklaratat kreu i SPAK i bëri gjatë një konference Shteti, Shoqëria dhe e Drejta në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës.